Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një vizitë në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur në Kavaj në kuadër të aktiviteteve për festën tradicionale të ditës së verës. Në këtë vizitë, ai ishte shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Levis Qose. Në ambientet e institucionit u organizua një aktivitet festiv nga vetë miturit që vuajnë dënimin në këtë qendër, të cilët kishin përgatitur programe artistike për të shënuar këtë festë. Gjatë takimit me ta, ministri Gogu përcolli një mesazh inkurajues duke theksuar rëndësinë e shpresës, besimit dhe mundësisë për një fillim të ri në jetë. Në kuadër të kësaj vizite, ministri i Drejtësisë duroi për bibliotekën e institucionit romanin të Mjerët të shkrimtarit francez Victor Hugo. Libri rrëfen historinë e një njeriu që pasi bëri gabime në jetë, u përball me paragjykimet e shoqërisë, por fal besimit dhe mundësisë për një fillim të ri, arriti të ndryshojë rrjedhën e jetës së tij. Sipas autoriteteve, zgjedhja e këtij romani synon të përcjellë një mesazh reflektimi dhe motivimi për të rinjtë që ndodhen në këtë institucion, duke inkurajuar ata që të besojnë në mundësinë për të rehabilituar dhe për të rikthyer në shoqëri. Në përfundim të aktivitetit, drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Levis Qose, bolli një pemulliri në ambientin e institucionit. Ky gest simbolik u interpretua si një shenjë paqeje, shpreseje dhe një fillim të ri për të miturit që po kalojnë një periudhë të vështirë të jetës së tyre.